Ka një muaj e tepër që është kjo pamje e tillë. Prej se kom marrë disa herë i mbledhi letrat, unë mbledhi pas me fluturojnë letrat prej balkoneve, prej... Jemi këtu në lagjën Muharrem Feza, e cila është edhe njëra ndër lagjët më të banuara në Prishtinë. Si pasojë e numrit të madh të banorëve në këtë lagje, ka edhe një numër të madh të mbeturinave ku banorët shpeshherë janë ankuar. Siç po shihni edhe përmes pamjeve, kjo është gjendja e tmerrshme që është në njërin nga pjesët e Muharrem Fezës, ku ka një numër të madh të mbeturinave, si ato ushqimore, po edhe mobilje dhe rroba. Dhe për shkak të numrit të madh të veturave që është në këtë anë, edhe kompania pastrimi e ka të vështirë të bëjë grumbullimin e mbeturinave. Është një fenomen i çuditshëm këtu tek ne. Në për gjitha lagjet, rrugët e kryeqytetit, është një dukuri e tillë. Kjo është pikë së mos kulturë e qytetarëve. Është mos kulturë e qytetarëve. Pastaj edhe sigurisht edhe e komunës, e cila ka për detyrë dhe përgjegjësi që rrugët të mos shifen në këtë katrahur të bërlogut, letrave, ja shiqoni mobilet e llojeve të ndryshme të cilat nxirren nga banesa dhe hudhen. Sigurisht mund t'ja lëshoni edhe kamerën. Kjo nuk është e brenda një dite, dy, po kjo është sigurisht i ka një muaj e gjys. Unë këtu jam përkohësisht banor, sepse ka një muaj e tepër që është kjo pamje e tillë. Unë për veti thash nuk jam banor rezidencë, po prej se kom marrë disa herë i mbledhi letrat, unë mbledhi pas me fluturojnë letrat prej balkoneve, prej çapëdionit. Do më thonë banor pi Mare gjojnë, mare i lanë, mare është çudi, është e qartë. Ne kemi tentuar të marrim një përgjigje edhe nga kompania pastrimi, por edhe nga komuna e Prishtinës, por që të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje sa i përket kësaj gjendje.